28 specializantëve në Tetov, sot Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu dhe Drejtori i Shkëlzen Elezi u ndan vendime. Ministri tha se kjo është faza e parë, ndërsa në fazën e dytë do të ketë edhe vendime të tjera për specializantët e tjerë. Unë uroj që këto mjek të ri specializant do të japin maksimumin si për qytetarët ashtu edhe për veti që të ngrihen dhe të na bëjnë të mburemi edhe ne si institucione edhe si shoqëri. Dhe ne këtu nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë me pjesën e dytë të konkursit, pasi që në përputhje me standardet evropiane, ne jemi të vetëdijshëm që mjek ende na nevojiten. Më shumë, në spitalin klinikë të Tetovës kemi mungesë në repartin e infektivnës, në repartin e hematologjisë, në repartin e rentgenologjisë, edhe besoj se me këtë konkursin tjetër edhe këtë vend dhe mbushim. I pyetur se ku është procedura për punësimin apo dhënien e vendimeve për 155 motrat medicinale në spital, Drejtori Elezi tha se për shkak të zgjedhjeve procedura është ndërprer, por siç tha, shumë shpejt do të ketë marrje të vendimeve. Jam zotëruar për këtë konkurs që do e realizoj. Disa herë kam dhënë këtë deklaratë dhe prapë do jap këtë deklaratë, jemi në fazën përfundimtare. Tani është për kontrollimin e testeve, të cilët komisioni është duke bërë punën e vete. Besoj se shumë shpejt do kryhet kjo. Mbas asaj nga java tjetër do i thirrmi në intervistë, kështu që ti respektojmë procedurat ligjore dhe në fund të arrijmë deri te realizimi. Shumë shpejt do jetë e realizuar edhe ajo për 155. Pjesa e administratës janë 25, kështu që për momentin presim pëlqimin nga ana e Ministrisë Administratës. Besoj se shumë shpejt do e marrim atë dhe ta realizojmë. 155 motra medicinale në Tetov me aftë të tëra kanë protestuar pasi që spitali nuk u kishte lëshuar rrogat për 3 muaj dhe shumica nga ato ishin me kontrata në vepër për rreth 10 vjet. Para zgjedhjeve lokale u hap konkursi dhe në atë kohë Ministri dhe Drejtori Elezi u zotuan se ky konkurs do të realizohet dhe nuk do të ketë punësime partijake.